Vlora nuk ka parkime, Vlora i ka përveç këtyre rrugëve të ujësjellësit, ka gropa pa fund në çdo vend. Investimi i fundit është para Universitetit të Vlorës, po bëhet një parkim, pra dhe aty u hoq gjithë pemët, gjithë Lulishtja dhe po bëhet parkim dhe parkimi është shumë, po është vijimi i një projekti që do shikoni një çudi pak më vonë. Si fillim u hoq gjithë Lulishtja pranë universitetit për të bërë parkim. Pastaj do hiqet dhe Universiteti dhe Pallati i Kulturës për të bërë dy kulla të mira me konkurs. Pra kushti jetë më i miri dhe më i afti do t'i ndërtoj. Vazhdon kjo situatë. Vlora me këtë rritje që ka të turizmit, trafiku është i papërballueshëm. Pavarësisht se Policia Bashkiake dhe Policia e Rendit për hir të vërtetës janë për të përgëzuar, punojnë, sidomos në verë që rinë dhe me orë të gjata dhe në diell dhe në kushte të papërshtatshme, por një trafik aq i madh ku Vlora kishte rrugë me 4 korsi dhe kryeministri i bëri me një korsi me të vetmen arsye që shqiptarët nuk kanë si ta dinë se ai vetë nuk ka hipur ndonjëherë makinë, nuk ka patent. Dhe normalisht rrugët me 4 korsi dhe 2 korsi i duket si një gjë e papranueshme dhe gjithë rrugët e Vlorës janë bërë një kalimshe dhe pa parkim të autobusit. Dhe gjithë ky trafik i bën qytetarët që mos të vënë fare në det në kohën e Bearit. Pra, është aq e mbingarkuar Vlora në sezon turistik sa me gjithë atë fluks të madh turistash, me gjithë atë polici që është 24 orë në punë, qytetarët për të vajtur në qendra e Vlorës, për të vajtur në plazh u duhet minimumi 1 orë. Po të ikin në Radhim dhe në Orikum u duhet 1 orë e gjysmë. Orikumi është investim, po ecën shumë bukur si investim, por është një kantier i madh ndërtimi që minimumi do të jetë dhe 5 vjet të tjera në këtë lloj faze që është qoftë para universitetit, qoftë porti i cili është kantier, siç u thash, qoftë gjithë Radhima, qoftë qyteti Vlorës, dhe unë nuk e di ku i gjejnë gjithë këto komente dhe gjithë këto gjëra që Vlora mbretëreshe turizmit, Vlora do ecë kështu. Ne jemi të gjitha palët të interesuara dhe në Këshill Bashkiak, kur janë për gjëra të mira, ne jemi gjithë pro për zhvillimin e qytetit të Vlorës. E në fund të fundit një Vlorë e zhvilluar, një Vlorë me turista është shumë mirë për të gjithë. Por fatkeqësisht është për të ardhur keq. Vlora si çdo qytet po shpopullohet, po vinë punëtor në të gjitha vendet. Kanë filluar tani dalin dhe xhiro dhe në qendrën e Vlorës ku është monumenti i pavarësisë, aty e kanë bërë si pikë. Janë shumë bangladeshasit të interesuar për Ismail Qemalin, besoj. Janë shumë të interesuar, po më shumë janë të interesuar se është i pikë takimi dhe nuk e harrojnë si vend. Është Skënderbeu për ata të kushmit. Pasi vlonjatët na që këtu shumë mirë po ikin të gjithë jashtë edhe po u alirojnë në vendin atyre. Pra është një keq menaxhim me dashje i gjithë situatës në qytetin. Geron, nuk na vjen mirë. Jemi të qartë dhe siç thotë poezia qartë me qartë, dhe vuajmë thellë më thellë, veçanërisht për situatën e një qyteti që e kemi shumë për zemër. Ne të falenderojmë për informacionet e momentit, do të rikthehemi pashmangshmërisht kur të afrohet edhe më shumë, kur të fillojë praktikisht se zemra e sezonit, se tani quhet i hapur, i çelur sezoni turistik. Tani jemi në nisje, po sidoqoftë. Tani sipas Brunës ka filluar që fundjavën e kaluar dhe do të rikthehemi duke u rilidhur me njëri tjetrin. Për momentin jemi në nisje, po më shumë në matje të vënies së ombrelave të plazhit, pra të zaptimit 100% të çdo hapësire publike, pavarësisht çfarë thuhen, realiteti. Dhe të më falësh dhe për një gjë tjetër se është shumë e rëndësishme. Turizmi në Vlorë ka një rritje me herë 3, herë 4 turizmi ujor. Është një na guida turistike që operatorët në qytetin e Vlorës kanë filluar që në muajin prill. Pra, është një rritje shumë e madhe për sa i përket anijeve turistike dhe gomoneve që çojnë turista në brigjet e Vlorës. Kemi që vjet dhe këtë vit kanë bërë 2 kërkesa në bashki si këshilltar, janë bërë mole në Radhim dhe Vlora nuk ka vend ku të hipësh, se
te porti ju e kuptoni që është kaos ndërtimi. Te triporti që do besh ai porti i mirë, investimi i madh, investitori nuk ka lek se e ka marrë pa dashje, nuk e di fare që ka marrë atë triportin. Vlora nuk ka, mund të jenë mbi 200-300 mjete lundruse të licencuara në qytetin e Vlorës në shërbim të turizmit. Pra është një turizëm që Vlorës po i sjell shumë sukses, por nuk lejohen të parkohen në këto molet. Pra të ankorojnë në këto molet, të kalojnë në mënyrën ligjore, quhen korridore ujore. Bashkia, policia dhe kapteneria nuk gjejnë kohën po, ajo është e thjesht, Geron, ajo bëhet që të kenë detyrimin për të dhënë dhe lek në dorë për të shkelur ligjin që vetë kanë vënë. Apo i kanë zënë atë tigret? Lek në dorë nuk i marrin dot se mjetet janë ujë, duhet ja japësh para se të hipësh në mjet, pastaj të kalosh. Ata nuk të lënë të vesh te këto molet që janë bërë nga qeveria, mbi 10-15 mole, pra moli është bërë në det për të vajtur një mjet lundrus për të zbritur turistat apo familjarët. As për këtë nuk të lejojnë. Dhe në fund pastaj thonë pse nuk ecën turizmi në Vlorë.